Qyteti i Korçës do të mirëpres prej kësaj të mërkure festën e birës, e cila këtë vit kremton edicionin e 20 dhe do të mbahet në polin e eventeve në afërsitë e Drenovës. Ky event i frymzuar nga birra simboli i qytetit, Birra Korça, do të zgjas për 5 net me radhë në një atmosferë festive me 25 stendat dedikuara për pjesëmarrësit. Një prej atraksioneve më të veçanta është edhe shtëpia e Birrës Korça. Po ashtu, pjesëmarrësit do të jenë edhe Birra Tirana, që do të kenë stendat dedikuara për pushuesit dhe adhuruesit e birrës. Gazetarja Lorena Kodra do të na njohë në këto momente me përgatitjet e fundit. Lorena, të përshëndes. Me ju përshëndes. Atëherë, ne jemi zhvendosur në hapësirën e re që është edhe ristia e këtij viti në polin e eventeve pranë Drenovës. Vetëm pak orë para nisjes së edicionit të 20 të festës së birrës, një prej aktiviteteve më të mëdha dhe më të shumë pritura të verës në Juglindje. 20 vite emocion, një fest që tashmë është kthyer në traditë dhe një event që prej 2 dekadash e ka lidhur emrin e Korçës me një prej aktiviteteve më të mëdha verore në Shqipëri. Dhe në historinë e kësaj feste ka një emër që është i pantar prej saj, dhe ajo është Birra Korça, themeluese e festës së birrës. Birra Korça është birra simbole e qytetit, birra e parë shqiptare, dhe pikërisht nga historia dhe identiteti i saj mori shkas edhe organizimi i kësaj feste, e cila sot është shndruar në një prej eventeve më të mëdha në Shqipëri. Këtë vit në edicionin jubilar, Birra Korça ka një pranimi të veçantë. Ajo ze hapësirën më të madhe të festivalit me plot 25 stenda, duke qenë një prej protagonisteve kryesore të kësaj feste. Në festival mund të shihoni Birrën Korça Bjonde, por edhe Birrën Korça e zezë, ndërsa për ata që kërkojnë një shije premium, Birra Korça vjen edhe me Gold by Korça, një prej produkteve premium të markës. Ndërkohë, në hapësirën e festivalit janë të pranishme edhe 4 stenda të Birrës Tirana. Ashtu siç e përmendët edhe ju, Megi, për të përjetuar historinë e kësaj birre, vizitorët nuk kanë vetëm hapësirën e festivalit, por një prej atraksioneve që nuk duhet humbur gjatë qëndrimit në Korçë është edhe shtëpia e Birrës Korça. Për shumë vizitor, kjo nuk është thjesht një pikë ku mund të konsumosh një birë, por është një eksperiencë më vete. Njerëzit e shtëpinë e Birrës Korça për ambient, për atmosferën e ngrohtë familjare, por mbi të gjitha për mundësinë të shijuar birrën e freskët të servirur për ta shijuar deri në pikën e fundit. Dhe ajo që e bën edhe më të veçantë këtë eksperiencë është historia që qëndron pas saj. Këto vizitorët janë më pranë historikut të Birrës Korça, një emër që është pjesë e identitetit të qytetit dhe historisë të birrës së parë shqiptare. Nata e parë, Megi, pritet të nisë fuqishëm me performancat e Luis Ellit dhe Eranda Lipohovës, por edhe shumë artistëve të tjerë, duke i dhënë startin një prej netëve më të mëdha të këtij edicioni. Në netët në vijim do të ngjiten në skenë emra të njohur të muzikës shqiptare dhe ndërkombëtare, me një program të menduar dhe shije të ndryshme muzikore. Një tjetër veçori e rëndësishme e festës së birrës është hyrja falas në këtë festë, pra vizitorët mund të marrin pjesë në festival pa patur nevojë për bilet, ndërsa për ata që dëshirojnë të kenë tavolinën e tyre, është krijuar edhe një zonë e veçantë me rezervime. Korça këto ditë, Megi, pritet të presë mijëra vizitorë dhe ky fluks do të vazhdojë të rritet për gjatë 5 netëve të festës së birrës. Si është atmosfera në qytet? Besoj që kanë filluar rezervimet, kanë filluar ardhjet e qytetarëve nga qytete të ndryshme, por edhe nga shtete të ndryshme për të përjetuar këto 5 net magjike në shoqërinë e Birrës Korça. Po, është e vërtet, Megi, në fakt rezervimet nuk kanë nisur vetëm këto ditë, por rezervimet kanë nisur muaj më parë. Duhet thënë që Korça është një atraksion më vete, dhe kur bëhet fjalë për festën e birrës, shumë qytetar nga gjithë Shqipëria, por edhe nga vendet e tjera, rezervojnë muaj më përpara për të patur një hapësirë të tyre këtu dhe për të shijuar të 5 netët e festës së birrës. Pothuajse të gjitha
janë të rezervuara dhe bujtina dhe hotele në qytetin e Korçës, por edhe në atraksione të tjera turistike, në fshatëra turistike të Korçës, por edhe më tej. Pra çdo gjë Megi është gati dhe pritet që për disa orë të nisë edhe festa më e madhe në Shqipëri, festa e birës, ku do të shijojnë përveç spektaklit festivalit, do të shijojnë edhe birën Korça për 5 net me radhë në të gjitha stendat që janë pikërisht këtu, por edhe në shtëpinë e birës Korça. Na faleminderit shumë për të komunikim të drejt për drejt, punë të mbarë në vazhdim, edhe me gjithë angazhimin tuaj që do të keni për gjatë gjithë festës edhe për sjelljen e informacioneve nga ky event shumë i rëndësishëm për Korçën. Faleminderit ju.